Keni ujë në shtëpi juaj? Keni ujë! Секретаря! Ой, тут робку шара! Unë jam një popull si populli i Vlorës, jetoj në Amerikë dhe kam marrë me pushimet e prindrit e babait e nënës. Nuk kanë ujë. Shiko sa keq është situata. Po bëjmë 5 ditë që këtu në Vlorë thonë nuk ka ujë. Nuk kemi ujë të pishëm. Është turp i madh. Ujë, Vlora, duam ujë! Në latë 5 ditër në kanë kritjerësa në trup! Po jemi me familje që duam ujë të lahet për ditë! Janë quna 18 vjeçar, duam të lahet! Kje për në vjetë 2026 dhe jemi pa ujë! Pa ujë, du vitë turp, maskarej! Nuk kemi zjedh me vota! I pacit harëm ato vota i pacit! O të degeneruar! E gjithë janë maskarej! Jam president qyre dhe kam investuar për këtë qytet, quhen për Latalla. Si ka mundësi, qyteti i Vlorës, që nga qyteti që ka kontribuar në të gjitha drejtime. Është ka të ndizur në një gradë nuk kanë ujë njerëzit. Kanë fëmijë, kanë gra, kanë plejtë të sëmurë, mos e qakon. Edhe janë në një moment, edhe juve që jeni këtu, ndoshta në profesionin keni drejtë që mos të kontaktojni me këta, po ka një gjë. Policia duhet të ikje, ata zyrtarët janë të votuar nga populli. Një dhe dyta, është fjala ujë është jetë. Kanë 6 ditë njerëzit. Nuk është turp të thua që po të vazhdoj shtu si shto këta do vi pajisja nga Greqia, do të njerëzit rrezik do zënë edhe mora, që ta dini mos të duket. Kjo mungesë e ujit është penalizuese për biznesin. Po është skandal. S'ka të bëj fare me atë, ka të bëj thjesht me negligjencën e institucioneve që kanë. Mos haro që janë rreth mbi 500 veta që marrin rroga na taksa paguese. Edhe juve taksa paguesin. Ju a penalizon biznesin mungesë? Po jo na bën varin, jo na penalizon, po na ças na bën. Ku ka pa ujë? Pa ujë nuk del dot na derë shtëpis, nuk ka ku të vetë, nuk ças tualetet, lokalet, të gjitha janë të mbyllura, ku do vesh? Të dalin të shëtisin njerëzit mbas pallate apo shturpët. Prandaj ju kërkojmë një kërkesë që këto pajisjet, qa plani, shumë, mos u largoni nga Vlora, se është një moment shumë delikat për qytetin e Vlorë. është për të shko, është për të ulluritur, jo asë për të qatë, është për të ulluritur, është skandaloze. Unë ju uroj sukses ju. Faleminderit shumë, zot. Protestoj vajta 4 ditë pa ujë. Gruan e kanë paralizuar në 4-7. Ku dhe i gjoj ujtun? Ku dhe i gjoj ujtun? Si a bën, si a del? Po sa bidona në ashtë vetë të marrë të ajo kryetarje bashkisë ujë. Se ajo ma merë mundja se ka. Qarë bojte?
vërtet situatë problematike. Shumë e vështirë. Në qofë se gjenjej më nëziri aty para dhe më pushkatoni, si qytetar, qofë se kam gabim, qa s'keq, të gjithë të më pushkatoni aty. Qës vjen kryetarje bashkisë tu, qës vjen prefektja, qës vjen ata deputetet, ku janë deputetet? Se kështu janë burat mirë kur ka në zgjedhje. Ja kjo është. Çfarë do bëni? Çfarë do bëni? Do t'jemi këtu sonte. Kemi vendosur do t'jemi këtu. Po. He. Luandorece!